Unë do të prezantoja Big Brother, në atë kohë se di... Ka qenë Big Brother në atë kohë? Kur kam ikur? Po mos i merr gjitha seriozisht, më bëj çaka. Po tash unë kërkova që kjo pyetje mos bëhet, Rodi. Unë a e lam që këtë pyetje mos ta bënim. E shiko, më falë se jemi dhe live, nëse lutem respekto formatin. Jo, po unë e kam kërkuar që këtë pyetje... Elsa, të lutem. Ti do ta prishësh këtë. Elsa, të lutem. Po jo pra tani se nuk ka kuptim, jo këtë pyetje, të lutem hiqeni këtë pyetje. Çfarë pyetjesh do t'i Jo zemër? pra hiqe. Po e bëra tani, çfarë ta heq? Po tash i prita se ti me Po e pres. prita. Pse çfarë bëre? A më nëse bësh tani vajte mërzitë dhe Elsën atëre. Ti më pse i bëni këto ju të media, ju të ekranit? Ne s'kemi nevojë të tillë. Se mërzita unë? Ja, se mërzitë. No. Po le tani ju vjen për të promovuar librin ju i nxini pamje tani horror. Çfarë ka ajo? Unë se kuptoj vëllai, për një klikim më shumë këta të medias. Çfarë jeni kështu vëllai? Jo. A nuk keni cip një? Po dhe ajo për të shitur librin erdhi. Ajo për shitur librin erdhi se bëri librin, jo të nxjerrësh ti tani. Librin për çfarë e bëri? Si vrava unë 15 vjeçarin tani titulli sipër pa lidhje fare. Për çfarë e bëri librin? Cilin libër? Librin e bëri për veten. Për veten? Për jetën, për këndvështrimet e saj, po erdhi për të promovuar në jetën e saj. Ja ke lexuar librin e Elsës? Larg qoftë lexoj unë tani librin e Elsës o burr. Po ta lexoj. Edhe mund ta kisha lexuar, se po isha katën larg qoftë. Ta lexosh. Tipit që pse ta lexoj? Do ta lexosh sepse Ti e lexove? Jeta e saj në burg. Jo, e nisa ta lexoja, po kur kur se ke lexuar ti që kishe të që t'ja lexoja, po unë ja shita. Pse mendon se pati? Po. Pas asaj interviste? Pati bum, ë? Mos e kishit ti skenuar ju atë gjë. Jo, me thënë të vërtetë. A mo letë. Vetmja gjë që doja është që të kisha një intervistë që do të mbaj mend gjatë me Elsën, ashtu ndodhi.